Korriku është një nga muajt më të nxehtë të Krejtverës, çka do të thotë se Pogradeci, si një qytet me klim të freskët, krahasuar me qytete të tjera, duhet jetë më i frekuentuar nga pushuesit. Ne ishim me kamerën tonë këtë fundjavë përjat plazhit dhe vumre një fenomen të pazakontë, atë të frekuentimit të pakt të plazhit dhe rërës. Siç edhe shihet nga pamjet, një pjesë e mirë e shezllonave apo çadrave ishin bosh dhe pa pushues. Bile kjo gjë vërej edhe nga fluksi i pakët i makinave dhe trafiku jo problematik, që në raste të tilla fundjavë është vërtet i rrëmujshëm. Vetëm pas mesdite u vërejt një rritje e vogël e fluksit të pushuesve, të cilët më së tepërmi ishin ditor. Kjo gjendje vërej gjatë gjithë gjatësisë së plazhit brenda në qytet. E për të mos folur për Tushemishtin, fshatin turistik aq të frekuentuar ku për çudi këtë fundjavë të mbyte era e keqe që nuk merrej vesh se nga vinte. Ky ishte vëzhgimi ynë për këtë fundjavë që në fakt nuk i shkon për shtat një të shtune të nxehtë Korriku. Arsyet ende nuk i dim. Ndoshta duhet presim fundjavën tjetër për të nxjerrë përfundime apo edhe për të parë nëse Pogradeci do të frekuentohet po aq shumë sa verën e shkuar. E sigurisht, kjo mbetet për javën tjetër.